ka i bëri me Rozanën duke lozur me valixhe, por kjo për Eglin ka qenë një lojë që ai nuk duhet ta bënte. Sipas Eglit, ai Rozanës duhet t'i mbajë qëndrime të forta, të mos luaj me të mos ketë një bisedë. Nuk e di, e pash duke shpërthyer, duke rënë tavolinës me dorë. Për një moment kujtova se u rikthye Egli e vjetër, por nuk zgjati shumë, pas disa orësh ajo u qetësua edhe le të themi shkoi në ujërat e Eglit që u rikthut një Egli, le të themi që për mua e ka humbur busollën, nuk po di më se çfarë po bën atë shtëpi, me të gjithë potencialin dhe forcën që ajo ka, nuk po luan më, por për mua e ka humbur busollën. Është futur me ndonë për hakmarrje dhe po mundohet ta aprish lojën e Gjestit, sepse edhe unë kam pa atë skenë me shumë vëmendje dhe një farë mënyre më duke sikur po luante një lojë me Gjestin për ta qiturat nga vetja e tij apo për ta nervozuar dhe për të bërë ndonjë reagim Gjesti. Kështu dukej nxitja e Eglit ndaj tij. Ka shumë raste, pothuajse për ditë kur qoftë me informacione që ajo sjell nga jashtë, le të themi që shikosi ti në publik ke këtë lloj përgjegjësie, apo edhe me, le të themi, me qëndrimet që ajo mban, jo më fal se para 3 ditësh i tha sërish ti ka mundësi që ti rri me Jozin. Janë sinjale, janë dhe shenja që ajo po bën një hakmarrje, pasi e kemi parë këto ditë, e kam parë në fakt një Egli të kuruar, të veshur mirë, të qetë dhe vetëm le të themi me gjëra negative për Gjestin. Nuk e di se sa në mendjen e saj kjo gjë do ta ndihmoj për të rikthyer dinjitetin e saj që le të themi e pam që u zgarravit në ditët e fundit para se të dilte, por kjo është loja dhe kjo është Big Brotheri. Dhe mos ta harrojmë, Egli është aktore dhe po luan një rol për mrekulli, apo jo Blerina? Që është rol nuk ka të bëj as pak me ndjenjat as më herët që i ka pas për Gjestin, po as tash Egli është të njëjta, si ajo e para se me dalë si pas, vetëm se disa informacione. Po, kur ka dalë jashtë e ka pas se si ka dalë në publik, se si e ka komentu publiku, edhe pastaj që tha edhe Redioni u kthye prap ajo personi ma i qetë pas reagimit të ashpër të saj. Në atë momenti po besoj ka vepru me ndjenja, ka vepru që është Egli, edhe në momentin që është qetësu me njerë pastaj ju ka kujtu se që del jashtë në publik pasi që e ka edhe atë informacë që shka reagu publiku ndaj situatave të sajna të aktrimit. Po unë po qëtina që është produksione nuk po e largon përderisa ajo që është prej fillimit që është rikëthy është të jep informacione prej jashtë. Sikur mos me ka një regull që këta zbon me dita zgjo jashtë. është tërkuan të jep, nëse jo sinjali ka raste që edhe jep të nkuan edhe informacione fix që s'ka nevoj me kodu kështu për me ditë qka ka dënë me thonë, din fix që apo flitet jashtë, edhe produksioni nuk ka marrë asnjë reagim, ose nashta edhe çdo është te përjashtimi, duke thonë që duke pa që vazhdimisht është të shkuar në çet situatë dhe veç të i përdor ato të vetat kundër lojës Gjestit. Mirë, do ta penalizoj për të futur në finale kjo lojë Eglin apo jo, Redion? Nuk e di, pasi Egli padyshim që është një nga lojtarët le të themi më dinamike dhe që i ka dhënë shpirtin, i ka dhënë audiencën, i ka dhënë spektaklin, i ka dhënë të gjitha ngjyrat të Big Brotheri. Por për ta fituar nuk besoj që ta fitoj, për të shkuar në finale, pse jo, e meriton për të gjithë këtë që ka bërë, nuk është se Big Brotheri në fund të ditës është një gjyq, ka dhe ajo mbështetësit e saj, ka dhe ajo njerëzit që e kanë pëlqyer dhe mbështesin, por pos le të themi këtyre gjërave që bën në lidhje me informacionet, ajo është një lojtare e fortë, le të themi nuk